Njihuni me familjen, ku të gjithë sfidojnë njëri tjetrin. Lëre se zgjidhun. Babi, zgjidh probleme që nuk ekzistojnë. Gjyshja që bën namin online. Sot mirë, jam bërë mirë sot. Kush tha që ishte për kafe? Fëmijët, çekte i shtëpinë për mbys. Por në fund, ajo që e di se çfarë duan, jam unë. Çdo familje meriton Mix & Max. Kombino mobile, fiber dhe TV për më shumë përfitime. Zgjidh një nga paketat e kombinuara dhe kurse deri në 4.700 lekë në muaj. Për te limiteve, me rjetin One, që i ofron të gjitha në një, për ty. Pos për biznes. Kjo është pikërisht ajo që i duhet biznesit tënd. Gjithçka që mund të bësh është të pajisësh me një të tillë. Bëj pagesat shpejt, pa cash, pa kontakt. Thjesht me një tjetri. Me Post Credits, e mira nuk ka kufi. Credits Bank, personalisht për ty. Në 11 maj 2025 votohet për të zgjedhur deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Paraqitu në qendrën e votimit me dokumentin e identitetit, pasaport ose letër njoftim. Trego dokumentin e identitetit përpara komisionit të qendrës së votimit. Komisioni i qendrës së votimit do të skanojë dokumentin tuaj të identitetit nëpërmjet pajisjes elektronike të identifikimit dhe më pas ju nënshkruani duke lënë shenjën e gishtit në këtë pajisje. Merr fletën e votimit dhe sigurohu që të jetë vullosur me 2 vula në faqen që nuk janë të shënuara subjektet zgjedhore. Shkoj vetëm në dhomën e fshehtësisë bashkë me fletën e votimit. Shëno me shenjën X ose plus brenda kuadratit të bardhë për bri preferencës tënde në fletën e votimit. Palos fletën e votimit në dhomën e fshehtësisë në mënyrë që zgjedhja juaj të mos identifikohet dhe të paktën një nga vulat të jetë e dukshme. Hidh fletën e votimit në kutinë e votimit dhe largohu nga qendra e votimit. Voto të dëgjohesh. Një ngjarje pazakont, ku derdh dhe gjak, ndodhi mesnatën e 10 prillit të vitit 1994 në fshatin Peshkëpi të Gjirokastrës. 7 burra të armatosur me uniformat ushtrisë greke shkelën ilegalisht kufirin shqiptar. Sipas dëshmitarëve, një prej tyre fliste shqip me theks grek. Rreth 4 kilometra në afërsi të fshatit Peshkëpi, grupi armatosur qëlloi pranë një qendre stërvitore ushtarake të trupave shqiptar. Aty mbeti i vdekur ushtari Arsen Gjini, i cili po kryente detyrën e rojes së repartit. Mëtej hyn në repart, ku flinin ushtarakët e tjerë, qelluan sërish me armëzjarri, vran komandantin e stërvitjes Fatmir Shehun dhe plagosën 3 ushtarakë të tjerë. Pasi kryen sulmin, ju dhan 2 mesazhe me zë. Mos kujtoni se ne kemi haruar, këto i kini për Vorjo e Pirin. Për të kaluar më lehtë kufirin, morën peng një ushtar shqiptar, të cilin me të hyrë në territorin grek e liruan. Një vit më pas, një grup personazh grek dhe shqiptar, teksa tentonin të kalonin kufirin të armatosur, u arrestuan nga policia greke. U dyshua se ata, mes tyre dhe Fredi Beleri, mund të kishin kryer dhe masakrën e Peshkëpisë. Hetimet u mbyllën për mungesë provash dhe gjykata e Athinës i liroi. Dosja për masakrën e Peshkëpisë në vendin ton është hapur dhe mbyllur 2 herë, shkak mungesa e provave. Edhe pse Beleri në të gjitha takimet me tuesit shqiptar ka mohuar të ketë qenë pjesë e grupit kriminal, kjo ngjarje përndjek prej dekadash. Për ata që na ndjekin, për ata të cilët nuk kanë qenë fare të lindur në atë kohë, në ato vite, për ata të cilët mund të kenë harruar sepse në përgjithësi të gjithë ne kemi pak kujtesën e shkurtër, kjo ishte një rikujtim që ka ndodhur pra 31 vite më parë në Peshkëpi. Tani, paneli është pasuruar me Andohen Allabani, gazetare investigative, po jo vetëm, më mbrëma Andohen. Më mbrëma zhe. Dhe Ilir Maria, më mbrëma dhe Maria, analist. Andohen, qa mund të themi ne 31 vite më pas për këtë ngjarje? Okej, në fakt kemi folur për këtë ngjarje zhe dhe kemi thënë që ajo që na bën përshtypje dhe na intereson më shumë ne dhe publikut është fakti që 2 herë nga prokuroria shqiptare një çështje e tillë ka dështuar për mungesë provash, por në fakt provat kanë qenë aty.
Provat kanë qenë aty. Po, që tregon më së miri që masakra e Peshkëpis, edhe pse nga autoritetet shqiptare dhe ndërkombëtare, vetëm pak orë pas ngjarjes u identifikuan disa autor, u larguan dhe të Greqisë, nuk u ekstraduan kurrë, nuk u dënuan kurrë, por vetë shteti grek, nëse ne dhe unë i referohem edhe fakteve publike të bëra disa ditë mbas ngjarjes, tregojnë që edhe autoritetet greke kanë identifikuar që pjesë e kësaj masakre të quajtur akt terrorist në atë kohë, nga të dyja shtetet, ishin pjesëtarë të organizatës Mavi. Pra, Vorio Epiri Ilir, i quajtur ndryshe, pra një term i përdorur nga nacionalist grek, të cilët synonin jugun e Shqipërisë. Një histori e cila, edhe pse ka dëshmitar, nuk u hap dhe nuk rezistoi as në prokurorinë e krimeve të rënda, ku dëshmit u morën, Fredi Beleri u morë në hetim dhe befas, çështja psoi një devijim dhe çështja u mbyll për mungesë provash, tregon që një histori e tillë, e cila për shumë shqiptar ka ngelur një ngjarje e rëndë për shkak se disa njerëz kanë humbur jetën, tregon që shteti grek dhe nacionalizmat grek... Realisht mendon që kanë shqiptarët kujtes, kanë dhimbësori tani mbas në qoftë se s'kanë shqiptarët, kanë familjarët e tyre. 97-a, 98-a. Jemi ne kështu... Termi nacionalist është i saktë apo shovinizmi grek? Tani shovinizëm... Nacionalist mund t'jesh, po shovinizmi... Do shkojmë çik më vite më shumë, mbras. Po flasim në 94. Po pra jenë shovinistët grek. Se ato... T'jesh në nacionalist për të mërojt venin tatë, Mavi ishte një organizatë... Nëse nga këndvështrimi tyre janë nacionalisti mendojnë që ne kemi marrë një pjesë një copë të Greqisë. Se dhe ne për shembull ata na shohin si shovinistë kur neve pretendojmë që një pjesë e Greqisë, që është Çamëria, është tokë shqiptare për shembull. Ne thonë çan to sajesa që bënë për shembull, kupton? Pra çështja ku e vendos kamën? Nëse vendos kamën në Shqipëri, dalin ata shovinistë. Nëse vendos kamën në Greqi, dalin me shovinistë. Si është realiteti? Realiteti? Është emisionin të 120 gradë. Çështja është që asnjëherë zhej në mënyrë të drejtë për drejtë autorët nuk u vendosën as para përgjegjësisë dhe as mas. Dhe kjo solli në fakt edhe krizën e parë mes shtetit shqiptar dhe shtetit grek. Për shkak sepse ushtarët që u vran në mënyrë të pabeft, le ta themi, në atë repart ushtaraku kryenin, tregoj dhe disa probleme që kishte pastaj edhe çështja e mbrojtjes tonë, sa të përgatitur ishin... Pa ne, këshim ikë për lesë në të 94, apo tani nuk mund të vinë një tuf njerëzish edhe në mënyrë të beftë. Dhe kjo pati dhe reagime dhe solli dhe shumë probleme dhe mbase krizën e parë mes dy qeverive. Tani, më arrim të një moment. Goxhaj, më thonë drejtën, ti më frymëzove për ta bërë këtë minutazh, edhe falenderoj, por mbas 31 vitesh, pse do merremi ne akoma me këtë gjë? Do thonë, ndoshta koha ka bërë të vetën. Jo, koha ka bërë të vetën, po mungon drejtësia dhe kjo koha ka ndikuar në daljen e drejtësisë. Para Nduena tha që pra edhe juve në atë insertin që është hapur dyert që është për mungesë provash, ndërkohë që provat kanë qenë aty. Pra të thotë që nuk janë mbyllur për mungesë provash, mbyllur për mungesë të vullnetit të prokurorisë për të gjetur dhe për të administruar provat. Dhe jo për të gjetur. Provat kanë qenë të gjitha në shtypin grek. Atëherë, unë po filloj me një provë të vogël, që vërteton përfshirjen e Belerit, e Fredi Belerit në këtë aksion terrorist në Peshkëpit Gjirokastrës. Në vitin 2010, një gazetar investigativ grek, ai ishte me origjinë çame, Stavros Dzimas, quhet, boton një libër. Ky libër është titullohet Në plejadën e nacionalizmit. Të lutem, ngrihe pak lart që ta fokusoj ka dhe jemi pak kohë kamerat. Vazhdo fol. Në plejadën e nacionalizmit dhe në këtë libër ai thotë që në vitin 2009 ka takuar një antar të organizatës Mavi. Dhe i ka marrë atij një intervistë. Dhe në intervistën e tij ky antar i organizatës Mavi është prezantuar me pseudonimin Fani. Në libër ka pseudonimin Fani. Dhe Fani i thotë tekstualisht: ne të Mavit e kryem aksionin në Peshkëpi dhe në Longo, sepse kanë kryer 2 aksione. Gjithashtu ne kryem edhe sulmin me granat në peristerit të Athinës në një tavern
ku ndodheshin 2 deputetë të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Vangel Tavo dhe Anastas Angjeli, dhe po mbanin një takim atje. Po. Dhe më pas i shpjegon se si u krye pra, dhe në gjatë intervistës që ndodhet në këtë libër thot, ne u ndaluam në vitin 1995 dhe jep detaj, kur na ndaluan thot në Delvinaqi, ishim me 2 makina, një Seat i bardh dhe një furgon. Unë thot ndodhesha në makinën Seat të bardh dhe isha ulur në sendilen mbrapa, kur afrua policia dhe na ndaloi, unë mora kallashin dhe e mbusha thot ky. Pra, vërteton në këtë që ishte dhe tashmë po të vim te dëshmia edhe në procesin gjyqësor. Qartë. Në procesin gjyqësor që shmbajtur në vitin 1997, aty kemi dëshminë e policave që i ndaluan, e 6 policave që ndaluan, dhe kemi edhe dëshminë e vet këtyre të ndaluarve. Kemi edhe ekspertizën e automotikëve që kishin numrat e automotikëve të vjedhur në postën e peshkëpisë. Po, ekspertiza po. Në 1994. Po duhet të lidh Fanin, pra nxjerrim që Fani është Beleri. Pra që dhe në dëshminë e policave ata thonë që ndaluam një makinë të tillë dhe në këtë makinë ishin 3 persona. Ai që jepte mjetit ishte grek. Ishte një ushtarak grek, pjesëtar i forcave speciale të ushtrisë greke. Po. Dhe na tha që kam edhe 2 persona të tjerë në makinë. Kush e thot këtë tani? E thot ky intervistuari i librit. Gazetari. Jo, këtë nuk e thot, këtë që po them, këtë dëshmi, kjo është dëshmia dhe në procesin gjyqësor. Në proces gjyqësor. Në proces gjyqësor dëshmia dhe dëshmia në këtë proces gjyqësor ndodhet në faqen 22, 24, 26 dhe 27 të dosjes gjyqësore. Kjo dëshmi e këtyre policave. Dhe polici thot, kur ndaluam ishte makinës i jepte ky oficeri grek dhe në makinë ishin 2 persona të tjerë, njëri ulur në sedilën e parë, njëri ulur mbrapa. Dhe kur pyetet oficeri grek që jep një thot po, unë thot mora në rrugë 2 persona thot që i gjeta, i ishin nga Vorjo e Piri dhe i mora në makinë thot dhe nuk ju tregova që kisha armë. Kur pyetet Beleri thot po, unë hypa në makinë se kisha ftohtë thot tekstualisht dhe ula në sendilen mbrapa të makinës. Pra, në gjyq thot ula në sendilen mbrapa të makinës, kurse gazetarit në vitin 2009 i thot unë isha ulur në sendilen mbrapa të makinës. Dhe te gazetari është paraqitur me pseudonimin Fani, kurse në gjyq është me emrin e tij, Fredi Beleri, pra vërtetohet 100% që ky zotëria është Fani. Pra Fani është Beleri dhe vërtetohet që ka qenë dhe thot me gojën e tij që ne kryem aksionin në Peshkëpi dhe në Longo. Pra kjo e vërteton. Prandaj po them që prokuroria ka pasur shumë të thjeshtë i marrë këto, sepse ky libër është botuar në 2010-ën. Nuk është botuar sot. Ka dhe një fakt shumë interesant që njëri nga këta ushtarët zhej që sot është i verbuar dhe jeton në një nga fshatrat e Delvinës, më duke në Delvinën Sarand, kur ka dhënë dëshminë në SPAK, në Prokurinë e Krimeve të Rënda, ka deklaruar që e folura greqisht kur ata janë vrarë dhe janë kapur në pabes, ka qenë zëri i Fredi Belerit. Dhe pavarësisht që ky dëshmitar vinte me lekët e veta, dhe pse ishte një i papun dhe është njëri që jeton në shirë të fatit. Ishte një nga dëshmitarët e një nga masakrave të para që ka ndodhur në Shqipëri. Është thirrur disa herë në prokurinë e posaçme dhe asnjëherë dëshmia e tij nuk ka qenë bazë provë, duke lënë të kuptohet që faktet edhe të gjitha të dhënat dalin tek arsyetimii logjik që kjo ka qenë një çështje për cilën autorët nuk janë dëshkuar për shkak se ka dhe prapavi nacionaliste. Ja, të pys zoti Prenzi që ka gadën general dhe që ka qenë drejtuesi parë e policisë edhe në atë kohë. Qa mban mendo se qa është e pashlyeshme te ty ke kjo ngjarje? Unë nuk arrit dot t'i kthej një përgjigje vetes time, si ish oficeri i lartë i policisë shtetit, pjesë e strukturave speciale të policisë shtetit, madje edhe drejtues për 2 herë i strukturave speciale të policisë, gjithsej për 5 vite. Për 15 vite, ndoshta për 18 vite, organet e drejtësisë shqiptare asnjëherë kur nuk e paraqiten Fredi Belerin për njohje para ish ushtarëve të mbetur gjallë në postën e Peshkëpisë, pas zërin e Fredi Belerit, të cilin një nga ushtarët që tashmë ka ngeli verbër, nga zona e Delvinës, dëman e njifte vetëm e njifte dhe zërin, që mundët të paraqesish edhe zërin për njohje. Pra, fakti që Fredi Beleri, ndërkohë që ishte i akuzuar publikisht, madje edhe nga zyrtarët më të lartë shtetit, në momentet që hodhën dekretin, firmosën dekretin për t'i shpallur dëshmor të dheut 2 ushtarak të rënë në kryet detyrës dhe 3 plagosurit,
Në mënyrë kategorike, Fredi Beleri gjithmonë ka qëndruar jashtë duke u shmangur drejtësisë shqiptare dhe pa u përballur me organet e drejtësisë, të hetimit dhe drejtësisë. Tani ai është eurodeputet i rëndësishëm. Pikërisht. Fredi Beleri erdhi në Shqipëri vetëm atëherë kur garantoi se organet e drejtësisë dosjen e Fredi Belerit dhe të peshkëpisë e kishin hedhur në plurin e arkivave dhe madje më shumë se gjysma e dosjes ishte vjedhur, ishte grabitur, ishte tjetërsuar. Pra këtë duhet të thoya, ka dosje apo s'ka dosje? Ka gjysma dosjesh, por... Do më thënë, me ato letra që janë nuk ka drejtësi. Ka një problem. Fredi Beleri është hetuar dhe në organet e drejtësisë greke. Për një ngjarje tjetër të një viti më pas, e ku janë marrë disa nga dëshmitë që provojnë se Fredi Beleri ishte dhe ai peshkëpis, ishte dhe ai i kalimit kufirit në Derviçan mos gabon. Në Longo, po në bazën e qendrës. Pra, çka do të thotë që kishte të dhëna, kishte dëshmi, por brenda organeve drejtësisë shqiptare kishte njerëz të interesuar për të mos u zbardhur e vërteta. Kanë bërë karrierë këta njerëz. Tani, këtë presion tek organet e drejtësisë shqiptare e kanë bërë shtetarët shqiptarë, apo këto kanë qenë të kapur nga organe dhe shërbime greke, këto duhet ta provojë shteti shqiptar. Çfarë del në pa? Shërbimi informativ shtetëror i Shqipërisë në mënyrë kategorike asnjëherë se ka thënë të vërtetën në raport me këtë ngjarje. Në raport me këtë ngjarje edhe organet e drejtësisë nuk e kanë dhënë, por ajo çka më shqetëson mua sot, që unë një ndër oficerët që sa herë i jepi lajmi se Fredi Beleri është futur në Shqipëri dhe këto informacione birishin shërbimet sekrete ose shërbimet e policisë vendore, ne kemi thyer turit, kamët, duart, duke shkuar e duke netur në kërkim të Fredi Belerit, ndërkohë që sot... Ishte në kërkim Beleri atë? Patjetër. Fredi Beleri nuk është paraqitur kur... Po si u shpall... Fredi Beleri ka dhe një dënim për 3 vite për dëmtim të simboleve kombëtare dhe këtë e konfirmon, ja, kemi gazetarë këtu që e ka gjurmuar. Ka vendim në më është... Terrorist në atë kohë. Berisha ka qujtë terrorist. Po, pikërisht, këtu do të dalë tani. Presidenti i kohës e ka ngjarjen e peshkëpisë e ka realizuar terroristi Fredi Beleri. Sot, Fredi Beleri është në prerin e ish presidentit të Republikës, politikisht. Por problemi, shqiptarët nuk kërkojnë përgjigje politike, kërkojnë përgjigje juridike, kërkojnë përgjigje shtetërore. Përse ky njeri, dhe si ka mundësi që ky njeri ka depërtuar që të prishi dosjen, t'i shpetoj drejtësisë shqiptare, ndërkohë që ka 2 dënim, madje e ka humbur gjyqin edhe në Strasburg, këto dëmtimit e simboleve kombëtare prej 3 vitesh. Dakor, një sekond. Dua të pyes pak e mitën. Pusheku, bie në parashkrim kjo vrasje? Supozoj ne nuk e di kush është vrasi, ligjërisht nuk e di. Bie në parashkrim vrasja? E sufisht? Vrasjet bie në parashkrim, por në këtë rast kur ka burgim përjetshëm jo. Problemi është që ligji i kohës në 94 kur ka ndodhur fakti, nuk ka qenë ky kod penal që kemi sot, dhe ka qenë paketë kushtetuese dhe ka qenë nuk kanë qenë kodi mirëfill siç është sot dhe pjesa e parashkrimit dhe e gjithë sistemit juridik ka qenë shumë ndryshe nga çfarë sot. Gjithsesi ka një problem, aktet terroriste nuk amnistohen. Duke qenë se është klasifikuar si akt terrorist, duke qenë burgimi përjetshëm. Kush e ka klasifikuar? Ka një deklaratë të Këshillit Ministrave që deklarata s'është klasifikim, është opinion. Përveç kësaj ka edhe fakte të tjera. Jo, klasifikimin e bën organi drejtësisë, pra organi drejtësisë. Po nuk është shprehur pra Këshilli Ministrave. Ora akti ishte terrorizëm Po pra, po mirë pa është opinioni jot. Opinioni normalisht nuk është parashkruar. Po tani. Sepse me sa të paktën kjo është çështje e pezulluar dhe për vetë faktin që është e pezulluar, do të thotë që kohët e parashkrimit ngrin. Pra, ajo mund të rihapet sa herë që krijohet mundësia për të aksesuar prova të reja, dëshmi apo dëshmitar që janë penduar. Të lutem, dua të kuptoj një gjë. Në rast se një trup gjyqësore e shpall zyrtarisht, juridikisht, që ajo që ndodhej në Peshkëpi 31 vite më parë, është një akt terrorist. Atëherë, kjo çështje shkon në SPAK, ku shkon? Sot. Teknikisht duhet shkojnë në SPAK. Teknikisht duhet shkojnë në SPAK. Akte terroristë shkojnë në SPAK. SPAK-u vetë spontanisht nuk e merr të çështje për ta diskutuar. Duhet ketë një element, një indicje, normalisht mund ta marrë nga shërbimet sekrete. Një kallëzim, një dëshmi, një pendim,
Jo, mund ta marrë dhe nga shërbimet Po sekrete. të shi nuk pas ka asnjë indicje dhe Nëse e vlerëson, asnjë lloj prove për të filluar këtë. Apo nuk ka vullnet prapë. Të lutem, provën të dhash. ngjarjen e 21 janarit e filluan për shkak të një vendimi që mori gjykata e Strasburgut dhe për shkak të një denoncimi të ri që bëri Xhaxhaj i Alex Nikës. Familjarët e të dëmtuar në postën e Peshkëpisë duhet bëjnë ankimin. Duhet paraqiten në SPAK për të kërkuar të drejtat e tyre për shenjen, prishin e dosjes, por mundet, pra këtë të drejt, mund ta ketë çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë që ka dieni për këtë ngjarje dhe që mund të hedhë dritë për një fakt ke disa fakte të reja. Faktet që i paraqita pak më parë, do ta bëjmë kallëzim në prokurori për të kërkuar hapjen e çështjes. Goxhaj, zoti Prenci, Enida, më vjen një mesazh nga një ekspert, që nuk do që ti përmendë termin, po që të gjithë e dinë që është një ekspert shumë i njohur, thotë, vepra është parashkruar. Në ditët e fundit, grekët nuk sollën vendimin e Janinës ku kapën armët e Peshkëpisë. Nëse do kishin sjellë numrat të armëve, Beleri sot do ishte i dënuar. Me këtë, ata e shpëtuan. Armët ishin të Peshkëpisë. Problemi është kualifikimi i veprës penale. Po çfarë flasim? Sepse nëse kemi dy herë për të njëjtën veprë kemi nga një anë një mungesë vullneti nga prokuroria shqiptare. Kjo është çështje e pezulluar, nuk ka dënim. Nga një anë një mungesë vullneti nga qeveritë shqiptare. Dhe një interes për këtë incident për ta mbyllur. Kjo është një çështje, me gjithë respektin e varet se ka klasifikuar. Personi që komunikojmë me nuk është ekspert i kriminalistikës, është ekspert i komunikimit. Është e pezulluar. E lexova fjalin. Është e pezulluar. E ketë sigurt. Ka lidhje me pjesa e parashkrimit të veprës penale. Si ditë prokuroria dhe policia. Vepra penale rikualifikohet, nuk është dënuar. Ka të bëjë se si është hapur vepra penale. Gjykim nuk jo, se hymë në shumë teknikalitete. Kemi një sinkron të një ish ushtaraku që është dëshmitar i masakrës të një gjysfjalie. Armend Sjapin, po. Gjysfjalie. Po. Nëse drejtësia shqiptare që askush nuk e pengon, madje kanë të drejtë sepse ka marrëdhënie midis Shqipërisë dhe Greqisë. Të kërkojë që numri i serisë i armatimit të marrur në Peshkëpi dhe numri i armatimit të kapur në postobllokun e policisë greke ku ka qenë edhe Fredi Beleri përputhen njëra me tjetrën, tregon që këto janë personat që kanë sulmuar dhe këto janë personat që i kanë përdorur këto armë edhe me pastaj. Ka qenë baza e furnizimit me armatim. Pik. Oke. Ate, kemi një... Me gjitha të, ku jam? Po, njerëzit kanë shpresë dhe shpresat i qajke dyert e spagut, në gjunaf që këtë. Edhe një nga këta është Armend Sjapi, një ish ushtarak të shpirtari masakrës, që kemi një sinkron që ja vren të dëgjojmë, sot, të dëgjojmë. Kam qenë dëshmitar asaj ngjarje, ushtar i asaj nate, dhe prej asaj nate, sot e 31 vjet, drejtësia hesht akoma, kur eurodeputeti Fredi Beleri, i cili është i kapur me armët e Peshkëpisë, sot është eurodeputet dhe dikur kandidat për bashkinë Himar, dhe drejtësia akoma hesht. Mosvall duhet të vetë bëjmë vetë gjykim, vetë drejtësi. Çka ka ndodhur në atë natë? Mund ta rikthjellësh edhe një herë në vëmendje? Po, një tmerr i vërtet që jo që s'më iket në mendje, po sa të jem brez pas brezi do ta lë trashëgimi edhe fëmijëve të mi. Atë natë. Ishte ora 12:01 e natës diku këtu. Erdhën 7 bandat greke në bashkëpunim me banda shqiptare, të cilët na terrorizun, na vran komandantin, na vran ushtarin, edhe duke na thënë që ne jemi që këtu që 1914 nuk kemi harruar këtë vend. Sa të jemi do të kujtojmë. Dhe na masakruan, na vran, na morën dhe armët dhe ikën. Duam drejtësi, kush shihet pas? Pse mbyllet çështja? Pse s'rihapet çështja e masakrës së Peshkëpisë? Kërkon rihapje të kësaj çështje. Po, rihapjen e çështjes së Peshkëpisë. Kush e dha urdhën që ne të ishim pa fishek atë natë? Kush e dha urdhën që të ishim pa armë?
Në fakt, denoncime shumë atë natë ishim dhe pa armë dhe pa fishek. Kanë qenë me armë, kanë qenë me armë, po kanë qenë me pa fishek, për arsye se shefi i shtabit, ja ta them kush e dha urdhrin, shefi i shtabit të repartit kishte dhënë urdhër që ushtarët, duke qenë se ishin ushtarë të ri, të bënin shërbim pa fishek. Dhe vetëm për atë repart, ndërsa të gjitha repartet e tjera, postat kufitare nuk e kishin këtë urdhër. Rasi është kjo? Pra, jo, s'është as pak rasi. Më rregull. S'është as pak bilet. Kush ka qenë shefi i shtabit? Shefi i shtabit është Arjan Guma. Është thjerë ndonjëherë? Dhe është arrestuar në atë kohë dhe ka bërë edhe burg për këtë arsye, pse ka dhënë urdhër të tillë. Pra për urdhrin e dhënë. Menjëherë është një nga personat e parë të arrestuar atë natë nga Prokuroria e Republikës dhe akuzuar për këtë gjë. Pra për një postë kufitare. Komandant. Ne kemi bërë një jetë në shërbimin e ushtrisë dhe të policisë. Nuk lejohet në mënyrë kategorike që një ushtar i ri të bëjë shërbim vetëm, sepse ditët e para të shërbimit bëhen me shoqërues, një vjetër, një ri. S'kan qenë ditë e para. Kishin 4 muaj që ishin ushtar. 4 muaj, po për 4 muaj nuk mund ta lësh ushtarin pa, ajo është e qëllimshme. Problemi qëndron që informacionin tek Beleri dhe shokët e Belerit e ka dërguar dikush se në këtë qendër servitore, në këtë repart, shërbimi bëhet me armë pa fishek. Ka qenë kombinuar nga mrena nga jashtë. Patjetër që ka pas informacion se ka qenë kombinuar me nuk është rësia. Ekziston një dhënë që grekët, pra këta grupi Belerit, nën kontrollin e shërbimit sekret grek, ka arritur të mashtrojë oficer të postës kufitare, duke thënë që ne do sulmojmë postën për të marrë armët, se ndodheshin 160 fishek në postë, 160 armë Kalashnikov, për t'i marrë armët dhe për t'i shitur. Pra nuk kemi për të bërë asgjë tjetër. Ndërkohë që kanë pasur qëllim të fshehtë. Dhe janë lejuar të ndodhje gjitha kjo. Kemi edhe një dëshmi të një qytetari tjetër, ai në atë kohë në 94 ka që jetonte në Greqi, dhe në 94, një muaj gjysmë përpara se të ndodhte vepra e peshkëpisë, pra akti terrorist peshkëpi, është paraqitur në ambasadën shqiptare në Athinë, ka takuar personisht dhe i ka thënë që po përgatitet një sulm i armatosur ndaj një poste kufitare në Republikën e Shqipërisë. Dhe zotëria gatishmëria ka përshtypjen se profili i kësaj ngjarje u rikujtua dhe u dolën detajet. Kysafi kishte një... Do të thashë vetëm çka që për teknikaliteteve, unë mendoj si çështje e vështirë se mund të zgjidhet ndonjëherë, sepse Shqipëria është në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Dhe për fat keq, një prej gjërave që ne duhet të shmangim në rrugën e Bashkimit Evropian është vetoja greke. Dhe kjo hapja e kësaj çështje, hapja e çështjeve të tjera mund të sillte një veto greke. Do të thënë kemi të bëjmë me politikën. Sigurisht. Kjo ka të bëjmë me politikën, po drejtësia. Po jetët aty në njerëz që u vranë. Ta mojmë gjakun e smorëve për ty në Evropë. Për fat keq. Për fat të keq, do na duhet të shmangim edhe veton greke. Po për fat me gjithë respektin zoti Krisafi, unë personalisht si shqiptar nuk e dua Evropën, po zero nuk e dua Evropën, po qëse Evropa don Fredi Belerin edhe ngjarjen e peshkëpisë. Mund të thash faktin, ky është fakti. Ku është fakti? Ky është fakti. Të shkuar po qëse për bëhet nga gjëra që do të bëjmë është të shmangim veton greke. Është domethënë mirë dhe Greqia mund bëj çfarë do. Ju mendoni që ne do shkojmë Greqia na ka marrë varr me veton greke kaq vjet. Dhe Greqia do ta luajë prapë shka duke na marrë varr me veton greke. Po ajo që tha, që jam dakord, shumë e rëndë që thu ti si shqiptar. Ne po përmendim vetëm Belerin. Ka qenë në Europë, nuk ka qenë vetëm Beleri. Që na shkërdhej grekët para e mrapa për të futur në Europë. Në procesin me morali, po ngatron pjesën e procesit me morali. Tani ka problem. Krisafi foli në mënyrë geopolitike dhe tha që ti flet në mënyrë emocionale Damania, po flet si ekspert i sigurisë. Kuptojmë. Unë do të them një fakt. Ti mund mos jesh dakord, por ai nuk është shembull si duhet kanun. Një minutë, si duhet kanun. Lajm si nuk mban përgjithësi për atë që thot. Mund të jo. Jam dakord, më jam dakord me atë që thotë. Po problemi është që Greqia çdo që të bëjmë ne do ta maj varat po do ta maj varë dhe ne duhet i bindemi Greqisë tash për këtë tir. Po jam dakord për kur mos hypshim në Europë. Nëse na maka Greqia varë. Do na mbaj varë dhe nuk do të në Europë. Po ne zoti ne nuk do futemi në Europë. Ajo tjetër gjë është. Futemi në Europë kur kemi ligjin e luftës në Europë. Ne Fredi Belerin e kandidojmë
kryetar bashkie. Po pra ne. Po si ne. Jo kryetar bashkie. Ore, çfarë ka Greqia? Atë turin e puna. Çfarë ka Greqia? Ky që ka qenë president. Ky që ka qenë president. Që e akuzoi për terrorist. Ky e pruni kryetar bashkie, ky e boni krye parlamentar, ky shkon me Fredi Belerin në aktiv edhe bën miting me gjithë terroristat dhe me... Zotri, po të regomi janë adollak, fare. Si mundet futët Shqipëria në BE, kur ne kemi ligjin e luftës me Greqin, dhe kemi ligjin e luftës me kretë Evropën pastaj. Sepse do bëmi pjesë e Evropës. Një minut. Nuk e pranon ma e pranon që ti familjes luftës. E matrikulimit të armëve, pra që eksperti juve tha që nuk ardhur atëre. Në momentin që janë kapur këta zotrit në 95-ën, Ministri i Brendshëm i Greqisë, Papathemelis, ka dalë në konferencë shtypi, është me zë me figurë, dhe ka thënë që armët e kapura grupit terrorist që u kap, kanë të njëjtë numër me numrin e armëve të peshkëpisë që na ka sjellë shteti shqiptar. Kjo është deklaratë. Kjo është deklaratë. Ka qenë dhe nga gazetë. Kjo jam shumë i qartë, kjo mjafton për prokurorin shqiptare për të hapur indirisin. Ju e thatë vetë. Dakor, po pse se po di kallëzim? Shqiptare ka tentuar dy herë ta hapi Goxha do bëj kallëzim. Ore, si hapi më tituri kur shqiptarët, politikanët shqiptarë që kanë drejtuar këtë vend e morin e bëjnë Belerin. Pikërisht ai që e ka quajtur terrorist, e mor dhe e bën. Ky është fakt i njërë. Ky është fakt. Dhe çka kërkon ti mo? Pra është ky, jo Beleri. Ne çum Belerin në Parlamentin Evropian dhe lejojmë Belerin tash. Ajo që tha Goxha më duket goxha gjë interesante dhe shpesdhënëse që kjo gjë, kjo fakt i ri, bëhet denuncim dhe spaku shohim e merë se merë këtun jo më se spaku do veproj për hirët e Europës edhe do thotë ka. Po jam atitori, po jam me këtë logikë ti bindemi Greqisë për çdo gjë që thotë Greqia. Unë mendoj që... Shtoj vetëm diçka? Po. Më kujtohet ajo deklarata e 12 prillit të vitit 94 e Këshillit Ministrave, për memorje kjo, që e cilësoj atë se një akt terrorist sulmin e Peshkopis, sulm direkt ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Shqipërisë, duke theksuar se në përputhje ishte në përputhje me politikën greke për të shtrirë ndikimin në territorin shqiptar. Pra, bie dakord me Kristafin që thotë kjo është një çështje shumë politika. Shumë politika. Okej, dakord. Atë duhet kaloj publicitetin, duhet kaloj publicitetin, më njoftojnë që kanë mbritur deputeti aktual i Partisë Socialiste Zoti Arben Pulumbi dhe kandidat njëkohësisht në listat e hapura. Via të EV, Optika Luani, blok publicitare dhe kemi për pjesë e dytë, ku do kemi një debat shumë të fort, përsa i përket, ku do shkojmë, çfarë zgjedhje po bëjmë? Publicitet.